Ja pra, këta u kanë bërë yve. Pra, këta ju do t'i beni gjyqin, që t'i shoh dhe unë me sytë e mi. Do bërë gjak të dashur shqiptarë. Që kanë bërë ju? Ua kanë marë fëmijët, ua kanë hedhur për të detit. Dhe bëjnë logje këto kohë për të humbur gjyrmën. Nuk do bëjnë. U bë parlamenti llafet e sokakëve. O për tashi, është Edi Rama, është e gjati, do ikëm. Ja pra Valbona si i rëzovi, palatet. Çfarë doni me? U ka zhveshur, u kanë nxjerrë piske la kuriq, të nëntat u kanë bërë. Ngreuni pra, jo për revolt. Ngreuni me kokë ulur, ulni kokën. Ani nga të gjithë Shqipëria, nga Evropa, ulni kokën. Unë mund të them edhe datën, po së shpejti ne bëjmë qevrin. Së shpejti, ulni kokën, blokojeni Tiranën, jo për të vrarë, jo për të shtyrë, që është populli. Po, me kokë ullur, me zi, t'i kapni dhe të bëni gjyqin vetë. Gjyqin popullor, për dëmin që u kanë bërë. Ambasada, u kam thënë 1000 herë. Dikush thot, si mund thot ky pilin që ambasada ime? Imja! Se paguaj taksin. Shqiptarët paguajnë taks në Amerikë. Me taksat rrojnë ambasadat e Amerikës. Ajo është ambasadore. A e pat ku ishte ullur në katin e lartë. Shëgon të fytyra. E di pse ishte? Që të dëgjonte me veshët e saj. Ishën 3 veta. Ju se dini qa punë e benin. Ata 3 veta. Të dëgjonin nga goje vetë. Jo, nga spionët. Që për të natë zëradë në ambasadë për të spionuar njëri tjetrit. Ambasada s'ka nevojë për spion. A e pa 2 karriket që ishën bosh. E prokurorit dhe e kryetarit të Spakut. Pse ishën bosh? O të dashur shqiptar, sepse ata do t'i arrestojnë këta. Të gjithë. Zvenës kryeministri Ajmerad do arrestojnë këto ditë. Ka marrë formë të prerë. Nuk ka më diskutim. Parat kanë ikur shumë, i kemi zënë. I dim ku janë. Lëvizje më të vogla që bëjnë, i dim. Qëllimisht i rrëzojnë në Valbona, kudo që i rrëzojnë pallatet që kanë bërë me djers, pamarësisht se ata kanë votuar për përsen për 30 vjetë.